Ledion Liço ngushëllon Gjestin dhe familjen e tij për humbjen e madhe. Një ngjarje e rëndë ka tronditur ditën e sotme zonën pranë fshatit Qungur, ku si pasojë e një aksidenti rrugor ka humbur jetën në vend Eldion Kelmendi, vëllai i fituesit të edicionit të fundit të Big Brother VIP Albania, Gjestit. Lajmi ka shkaktuar dhimbje të madhe të familja, miq dhe ndjekësit e spektaklit, të cilët kanë dërguar mesazhe ngushëllimi për këtë humbje të parakohshme. Moderatori i njohur i Big Brother VIP Albania, Ledion Liço, ka ndarë publikisht dhimbjen përmes një postimi në llogarinë e tij në Instagram. Ai i shprehu ngushëllimet e tij më të sinqerta Gjestit dhe familjes Kelmendi, duke theksuar se është thellësisht i tronditur nga kjo tragjedi, i trishtuar nga ky lajm i kopshëm për një familje të bukur që vetëm pak muaj më parë festonte gëzime. Bëhuni të fortë, sepse këtë do të donte edhe engjëlli juaj, ka shkruar Ledion Liço në Instastory. Ngjarja e rëndë ka prekur thellë opinionin publik, veçanërisht fansat e reality show, të cilët kanë shprehur solidaritetin e tyre me Gjestin në këto momente të vështira. Humbja e një të riu në rrethana të tilla e ka kthyer ditën në një ditë zije për shumë kënd që e ka njohur apo ndjekur nga afër këtë familje. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.